e kam humbë një shok shumë të afërt, Shpat Kasapi. Po. Edhe si humba shukun shumë me të vërtet ngushtë, mësova shumë më shumë dhe kjo më dha mësim se fama, parja me të vërtet nuk janë gjithçka në jetë. Sa mirë tha, në vend. Edhe Shpati ka punu shumë, ka arrit shumë, por tek e fundit s'mori asgjë me vete. Shkoj. Edhe kështu do shkojmë edhe na gjithë, për këtë arsye kisha thonë edhe njerëzve, shiko, kujtesa fama edhe parja të prishin. A është e vërtet kështu, flamor dhe shumë mirë që e tha. Është shumë zorë me pas dikush sukses, me pas dikush pare dhe me nejt me kamp në tokë. Është shumë vështirë. Unë kam shumë respekt për njerëzit që kanë sukses, kanë pare, por janë modest. Shumë i vlerësoj ata njerëz. Se fundit ti a je aktor, a je këngëtar, a je artist, a je doktor, askush si e vje, është veç dallon profesioni prej meje. Kështu që jetën shumë e shkurt, me të vërtet shumë e shkurt. Me shiu flamur bashkë se cili moment. A jeti që mundohesh, unë nga njerë thëm, i harrojmë kështu pak të mira që i kemi dhe dina më konë shumë ju falenderues për sanet që ka veç i kemi, gjithmonë jemi në kërkim dhe diçka e ma shumë, unë mendoj që si njerëz, si qani njerëzore duhet me qenë kërkim. Shumë e vërtet. Po, me qenë pak ma shumë falenderues. Falenderus. Këtë fjallë thot Gjermani, gjermanisht i thojnë, man muss dank pa sein für das was man hat. I vjen gjermanisht, do të më konë falenderus për aton që ke. E na njerëz unë foli për vete, unë jam me të vërtet falenderus, ama nëherë harroj se jam i lumtur, e kam shëndetin. Çka mungon mu? E kam shëndetin, e kam familjen. Çka të mungon kur gjë tjetër? Si është kjo jetë? Njeriu i ka 1 milion gajle. Po kur smuhet, e ka vetëm një gajle, vetëm shëndetin. E kështu jemi na, po mirë i shkon, më u kon falenderuste, më kon sidomos me respektu njëri tjetrin, me ditë vlerë njëri tjetrit, me mbështet njëri tjetrin, kjo është më e rëndësishme. Bash, a është flamuri kështu i përmbushur, kur veç dalesh për ndu vitit 2026, këto vite jetë sa i ke, me njerëz të afërt me punën që ti e bën me vetveten, besa se më duket gjithçka nis nga vetja, kur je i lumtur dhe i përmbushur me veten, kur nalesh me mendu, a ndihesh i kompletuar, a ndihesh i përmbushur? A ndihesh me fat? Apo je unë mendoj çdo njeri e ka fatin e vet. Po fati duhet me shku edhe pak mas se edhe fati s'vjen vet. Shembull, punën e aktrimit ose punën e suksesit duhet me bë diçka për me mri dikun, se suksesi s'vjen vet. Unë kam shumë energji, si thash edhe parës, dhe jam full energji edhe sidomos jam halaj unë për punën. Po jam njëri pozitiv,